themi do thotë një farë mënyrë Lidhja Demokratike e Kosovës ke betejën politike kundër Albin Kurtit në mas të madhe ja ka besuar Vjosa Osmanit. E ka bërë bartëse të listës, kandidate me numër 1 e tjera, dhe kalkulimi i LDK-s ka qenë se basen në këtë mënyrë do të arrijnë që nëpërmjet Vjosa Osmanit ta ridrejtojnë, do thotë, apo ta ripërvetsojnë një pjesë të trupit elektoral që ka ikur nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe që supozohet që ka përfunduar në shtratin politik të lëvizjes vetëvendosje me qarjen e madhe ku kishte ndodhur ndërmjet Vjosa Osmanit dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Do të ketë sukses, kjo mbetet të shihet për shkak sepse shpesh janë proteste politike, thotë njerëzit nuk kanë kështu qenie automate që mund të mirën në një anë dhe më pastaj pasi përfundon një bashkëpunim me automatizëm të mbartë në anën tjetër, nga se në ndërkohë krijohet një sinergji politike e cilëve mund t'ju pëlqejë opsioni që në ndërkohë e kanë përfaqësuar, prandaj është vështirë të thuhet që Vjosa Osmani do t'ja arrijë që do thotë kret atë masë elektorale që i ka ikur në ndërkohë Lidhjes Demokratike të Kosovës do të jetë në gjendje ta rigrupojë pranë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Insistenca e saj kryesore është, do thotë ajo kandidon me propozitën e presidentës dhe insistenca e saj kryesore është që Sjetinu sakrifikua politikisht pikërisht në kohën kur Kosova e kishte imazhin më të mirë dhe raportet më të afërta me administratën amerikane që sipas saj nuk i ka konvenuar Albin Kurti dhe lëvizjes vendosje. Deri më tani Albin Kurti ka qenë i heshtër në këtë drejtim, nuk ka dënuar që t'i përgjigjet insistimit të saj mbase për ta nënvlerësuar rolin e saj politik apo për arsye që ne nuk mund t'i dimë që vetëm ata mund të kenë diçka më të msheft ndërmjet vetë dhe nuk kanë zoti Kurti mundohet që nuk ka interes që të bëhet shumë mediatike publik ky konflikt ndërmjet këtyre dy personaliteteve. Okej, duke ndalur pak tek pasyra e përgjithshme, Afrim, pra jemi në nivele që nuk na intereson më shumë çfarë prodhon data 7, por çfarë do ndodh data 8. Kjo është ajo çfarë na intereson. Data 8, çfarë ndodh? Afrim, cili është skenari që ti mendon që është më i mundshëm? Ndërgjithësi jemi në një situatë, unë do thotë tash mbetet të shihet se cili do të jetë rezultati, por megjithatë mund të interpretojmë disa indicie, Ti më thuaj, cili është skenari më i mundshëm për ty, më pas i analizojmë të gjitha. Ndërgjithësi tash, nëse e marrim parasysh edhe deklarimet publike, po ju referohemi deklarimeve publike të partisë që ka gjasa, do thotë t'i fitoj zgjedhjet, lëvizjes dhe vendosja Albin Kurti, do thotë e ka bërë qartë me këtë fushat një tezë të tij kryesore që ai pretendon që ta arrijë cakun e 60% të trupit elektoral, që sipas tij është parakush, do thotë për konsolidim të demokracisë dhe për zhbllokim të shtetit, pra duke transmetuar në këtë mënyrë mesazhin që nuk do të jetë i gatshëm të bëjë kompromise politika apo mbase sipas tij subjektet opozitare nuk dëshirojnë, mbase sipas tij subjektet opozitare nuk janë gatshëm të bëjnë kompromise politike me të. Kështu që në këtë drejtim do thotë nëse lëvizja vetëvendosje nuk i fiton 60% të trupit elektoral, e cila vetëm me partitë minoritare jo serbe do të ishte në gjendje ta votonte dhe presidentin prej 80 votash, apo subjektet opozitare nuk fitojnë, do thotë masën e mjaftueshme për ta lënë lëvizjen vetëvendosje në opozitë, kam frikë se do të vazhdoj ky cikël i krizave dhe nuk do të zhbllokohet situata. Pavarësisht se të njëjtat kanë transmetuar mesazhin se nuk kanë vija të kuqe për lëvizjen vetëvendosje dhe janë të gatshëm për kompromis politik me të, me kusht që atyre t'u garantohet pozita, t'u garantohet pozita e presidentit. Por siç duket kryeministri Kurti do të është i vendosur që këtë pozitë mos e ndaj me përfaqësues partijak, ndërkohë ai po insiston që tash tutje ai është i gatshëm që lëvizja vetëvendosje të heqë dorë nga pozita e presidentit, por vetëm me një kusht që në atë pozitë votohet dikush i cili nuk ka kurfar afërsie partijake dhe politike me asnjë subjekt kryesor në skenën politike të Kosovës. E kuptoj. Padyshim është e drejtë ajo që the që 60% e trupës, ajo është pjesa që
intereson Kurtit? Po ndërkohë nuk besoj mirë, po pretendimi nuk besoj mirë, po veç po e kushtojnë si tezës politike që tashmë sipas lëvizjes vendosje është zhbllokimi dhe demokracia në Kosovë mund të garantohen vetëm nëse një subjekt politik kur fitore absolute. Pra në këtë mënyrë paraprakisht po e përjashton skenarin që mund të ketë kompromis politik me subjekte tjera parlamentare nëse nuk e mrin këtë sakt të projektuar politik. Tash, a është më mirë për demokracinë që një subjekt i kontrolloj të gjitha? Apo duhet që të ruhet fryma e balancave elektorale? Kjo është temë tjetër në cilën mund të diskutojmë orë të tëra, do thotë se çka është në interes më të mirë për shtetin e Kosovës, por vetëm po flas se këto premisa mund ta pengojnë dhe mund ta pamundsojnë, do thotë dalje nga kërçi ku jemi katandisur, nëse lëvizja vendosje nuk i merr ose 60% ose subjekte tjera parlamentare nuk e mrin shumicën e nevojshme për të krijuar institucione pa lëvizje vendosje. Afrim, dalemi pak tek ajo çfarë skenari tjetër, pra me kë mund skenari më të mundshëm për koalicion ose bashkëpunim të Kurtit, kush janë? Partit. LDK, PDK kështë e më të mundshme, gjithmonë, apo të dyja partitë janë shumë larg? Jo, disa herë Kurti do të edhe pas bllokimit, do të edhe në vitin e kaluar, kur vazhdonte bllokada, Kurti kishte bërë ftesa publike disa herë lidhjes demokratike të Kosovës, në të njëjtën kohë edhe pak para se të shpërndahej kuvendi i Kosovës pas dështimit për ta zgjedhur presidentin, ai bëri qartë preferencën e tij për koalicion me lidhjen demokratike të Kosovës. Mirë po tash sfida është se ka kundërshtim ky pretendim i tij dhe ky synim i tij politik për ta marrë pushtetin me lidhjen demokratike të Kosovës në raport me orientimin elektoral të LDK-s që Vjosa Osmani është nominuar atyre për presidente dhe që Kurti ka bërë të ditur që më në atë pozitë nuk do të jetë dikush i cili ka lidhje të afërta me subjektet parlamentare. Pra, pretendimi i Kurtit, ambicia e tij është që të depolitizojë totalisht pozitën e presidentit, gjë që diçka nuk besoj që do të përkrahet nga lidhja demokratike e Kosovës dhe kjo do ta vërtetonte koalicionin me këtë subjekt politik. Por duket sikur në fushat, Afrim, më shumë vëmendja është te LDK-ja. Te LDK-ja vetëvendosja. Pra dhe PDK-ja duket sikur është më e qetë ose më në heshtje ose më e drojtur, nuk e di si mund ta quajmë, çfarë ndodh në PDK? Padyshim janë të gjithë sy e vesh nga ajo çfarë pritet ndodh në Hag. Të gjithë ne. PDK-ja më shumë. Nuk ka diskutim sepse fati i PDK-s më së madhe do të kurzohet nga vendimi final i trupit të gjykues në gjykatën speciale në Hag. Çfarë do të jetë ai vendim do ta përcaktoj edhe të ardhmen e Partisë Demokratike të Kosovës, sepse nëse eventualisht gjë që nuk do të dëshironte asnjë shqiptar, do të mund të dënohen liderët themeltar të Partisë Demokratike të Kosovës, ky subjekt politik mund vendoset në një sfidë shumë serioze. Ndërkohë nëse vendimi është afirmativ për ta dhe lirohen, atëherë unë besoj që do thotë ky subjekt politik mbase kryetarin aktual dhe ato që ka ndodhur ka vetëm pas tranzitore, do thotë për të përgatitur për rikthimin e njërit prej ish liderëve të Partisë Demokratike të Kosovës në kryet të saj. Pra PDK-ja është më së madhe orientuar në këtë drejtim, por nuk është që edhe e njëjta nuk është përfshirë në polemika dhe në tensione me lëvizjen vendosje. Ne kemi pasur para pak vite një rast në Skënderaj, më pastaj një fjalim të Kurtit në para bashkëdhetarëve, ku më së madhe e sulmoi pikërisht atë pjesë politike e cila ka lidhje me trashëgiminë e luftës, duke i sulmuar se si të njëjtit, pra do thotë nuk mund të jenë edhe patriotë dhe luftarë dhe zullumçar si ka këto shprehje poetike lideri i lëvizjes vendosje. Pra që shihet qartë që edhe me Partinë Demokratike të Kosovës ka antagonizma dhe që ajo që vrihet qartë është që Albin Kurti do ta preferonte më pak këtë koalicion me këtë subjekt politik para lidhjes demokratike të Kosovës. Afrim, dhe në fund duhet ndalem pak te AK-ja, ta analizojmë pak te AK-n. Me këtë ndryshim, çfarë mund të ketë plus apo minus AK-ja? Po tash ndërkohë kjo është sfiduese,
sfiduese për dhënë një sak, ne dim që Aleanca Paramërinë e Kosovës ka një jetë gjatësi, do thotë, mbi 2 dekada. Është lidhur me figurën e Ramush Haradinajt. Po. Lidhur me figurën e Ramush Haradinajt, dhe i cili asnjëherë nuk ka arritur, do thotë, ta tejkaloj bazën e tij, do thotë,